Një ekspozit ndryshe është hapur në qytetin e Korçës. Me rastin e festës së Pashkës, artistë huaj nga vende si Ukraina, Rumania dhe Polonia kanë sjellë vezët e tyre të dekoruara në një ekspozit të veçantë në qytetin juglindor. Kuratoria Maria Shukulli jep dhe detaje se si u realizua kjo ide. Kjo është ekspozita e parë që ndodhet vetëm në Shqipëri, por dhe në rajonin e Ballkanit, pasi kjo traditë vezësh është kryesisht të themi e përshënduar vetëm në Evropën lindore, në vende si Rumania, Polonia, Ukraina, nga të cilat janë dhe vende të cilat janë siguruar vezë. Të veçantë bën fakti që veza vetë si simbol shfaq fillimin e ri, ringjalljen, jetën, shpresën dhe brenda kësaj simboli shihet një botë të tërë, le të themi. Edhe është mesazhi që përcjell që dhe diçka shumë e vogël mund të mbajë brenda një bote të tërë kuptimesh. Mitropoliti i Korçës, Jersia Eti Anastasi, tregoi se kuptimi i vezës flet mbi jetën, ashtu siç flet për jetën e ringjallur të Jezu Krishtit. Veza është simbol, edhe Maria që na foli atje poshtë ta shumë që është simbol i jetës. Edhe ne për Pashkë luajmë ato të kuqe në traditën tonë për të treguar që nga varri i zbarazur i Krishtit filloi një jetë e re edhe e gëzueshme. Ky është kuptimi i vezës së Pashkës për ne të Krishtit. Pastaj ka tradita të shumta që shpjegojnë se si u caktua veza në këtë. Ekspozita do qëndrojë e hapur për disa ditë, ndërsa synon të kthehet në një traditë për qytetin e Korçës.